Përshëndetje të dashur miq. Sot unë diva uzuar të bëj diçka interesante, duke ndarë me ju një mesazh në formën e një sinkronizimi, që kurdo që kjo video të gjej, të jetë një mesazh për ju në rrugtimin tuaj. Dhe unë diva uzuar të marr njërin prej librave që ndodhej në bibliotekën time. Është një libër që e kam lexuar përpara 5 vitesh, mund të them, dhe lidhet me urtësinë japoneze se si të mund të jetojmë një jetë të gjatë dhe lumtur, dhe titullohet Wabi Sabi. Për gjithë ju që dëshironi ndoshta që ta merrni, ta keni si librin tuaj, mund ta keni lexuar ndoshta. Është një libër shumë interesant. Çdo faqe mund të themi që mbart urtësinë e vet shumë të bukur dhe me shembuj shumë të thjeshtë dhe të kuptueshëm që të na lënë ne të kuptojmë se si të mund të jemi më të lumtur në jetë. Dhe tani që po e mendoj dhe që po e shikoja librin, lidhet vërtet shumë bukur me këtë kohën që ne jemi tani, pra që është pranverë dhe që çelin këto lulet e bukura të kumllave të egra që janë ngjyrë roz, që në fakt janë lule, mund të themi pemë japoneze ose të kulturës japoneze, dhe në fakt në Japoni bëhet një festival 2 javor ku të gjithë mblidhen për të festuar në qytet këto lule të bukura, sepse zgjasin vetëm 2 javë, të themi të drejtën. Dhe unë pres gjithë vitin vetëm për këto 2 javë, sepse jam shumë e dashuruar me to, janë vërtet shumë të bukura dhe të ofrojnë një paqe, edhe vetë të bim kur i shikon. Ky mund të jetë mesazh për ju që ndoshta të kaloni pakës kohë në natyrë, sidomos tani që dita është zgjatur, është bërë më e bukur, me diell, më ngrohtë. Le ta hapim librin në një mënyrë të rastësishme, që në fakt nuk është e rastësishme, është mesazhi specifik për ju. Dhe synimi im është që të jetë një mesazh çfarë ju keni nevojë të dëgjoni tani. Dhe sa bukur ndërlidhet kjo me mesazhin që ne sapo hapëm librin. E hapa librin në këtë faqe, dhe ky është një simbol shumë i bukur që në fakt unë e kam pikturuar në momentin që, ose ndoshta pak më vonë, pasi kam lexuar këtë libër. Dhe do t'ja tregoj. Është prishur pak tani, sepse më duket një herë më ra pak ujë dhe më desh ta pastroja. Por gjithsesi edhe kjo ka një mesazh në fakt, sepse nuk kemi pse të fiksohemi në ndjenjat perfeksioniste. Dhe në fakt, simboli është vetëm ky, por unë ndjeva uzuar të bëj edhe këtë figurën tjetër, nuk e di pse. Dhe mbrapa pas kam shkruar: kur ju gjeni paqen tuaj së brendshmi, ju bëni ky lloj personi që mund të jetojë në paqe edhe me të tjerët. Dhe kjo është vërtet shumë e bukur dhe një mesazh shumë i bukur që na u parashtrua, që do të thotë që në momentin që ju jeni të lumtur së brendshmi, kudo ku ju shkoni ju jeni të lumtur. Në momentin që ju jeni në paqe, çfarëdo që ju përjetoni, ju ngjyrosni me ato ngjyrat e paqes dhe ju e shikoni me syrin e paqes dhe me syrin e dashurisë. Dhe vërtet kjo ndodh. Mund të themi që unë i kam përjetuar të dyja llojet e ndjesive dhe prandaj kuptoj shumë mirë, edhe ju jam e bindur që e keni përjetuar. Kur jeni të lumtur, çdo gjë duket e bukur dhe me ngjyra dhe madje më është ndritshme se zakonisht. Dhe ndërkohë që kur jeni të zemëruar, të mërzitur, të frustruar, të stresuar, çdo gjë ju duket gri. Edhe personi më i lumtur në botë ju acaron, ju mërzit, ju streson. Shikoni gjërat më negative te ky person dhe jo gjërat pozitive. Ndërkohë që kur jemi të lumtur, tentojmë të shohim më shumë gjërat pozitive dhe të mos fokusohemi tek negativja, sado që mund ta dimë që është aty, por të shikojmë pjesën dhe anën e bukur të monedhës dhe të gjërave. Ky është një mesazh shumë i bukur. Ndoshta nëse ju pëlqen si simbol, ju mund ta vizatoni diku në shtëpinë tuaj, por le të lexojmë se çfarë na thot vetë libri. Ta mbushësh veten me zbrasti. Ky quhet simboli Enzo, me sa di unë. Por pas ka dhe një emër tjetër si Sunyata, shpresoj ta kem lexuar saktë, sepse është me është me afshpak, por është dhe me këto simbolet e veta, ndoshta dëgjues japoneze. Është një koncept spiritual apo arkitektural, por gjithashtu një burim i frymëzimit për jetën tonë. Më lejoni ta kem lirinë ta mbaroj këtë kapitull me disa sugjerime për të menaxhuar këtë çlirim emocional dhe burim lumturie. Pra jemi thjesht duke cituar librin dhe këtë fazë që lidhet me këtë simbol. Lini më një anë ditën në kalendarin tuaj pa plane strikte dhe gjatë kësaj kohe, bëni ashtu siç ndiheni derisa dita kalon. Shëtisni në një vend që ka shumë gjelbërim me dikë që e doni dhe mund të jetë edhe thjesht vetja juaj.
Mbyllni sytë dhe koncentrohuni në frymarrjen tuaj për 5 minuta. Pra merrni një frymë thellë, shijoni kohën në natyrë dhe ne përmendëm pak më parë pra që të dalim në natyrë, të shijojmë këto bimë të bukura, të shijojmë këtë kohën me diell dhe vërtet të ndërlidh shumë bukur. Krijoni një dhomë si njata në shtëpinë tuaj. Zbrazeni totalisht një dhomë. Shtroni një qëllim dhe 2 yastëk, ku mund të uleni dhe të meditoni apo të lexoni. Edhe nëse nuk është zbrazur totalisht, pra mund të ketë dollape apo domethënë mobilje të tjera, nuk po themi. E mira është të jetë vetëm muret. Kjo është ideja. Por edhe nëse keni sende të tjera, nuk ka problem, thjesht të mos ketë rëmuj. Të jetë një dhomë pa rëmuj dhe pa shumë gjëra. Një dhomë ku ka 2-3 gjëra maksimumi. Sepse kjo vërtet ndihmon shumë që mendja juaj të jetë e qartë dhe e qetë dhe ashtu siç është dhoma, edhe mendja juaj ka vend për të menduar ose për të relaksuar, për të medituar. Një rregull i pashkruar i kësaj dhome të veçantë është: asnjë pajisje elektronike s'mund të hyjë brenda, sepse janë shpërqendrimi më i madh i kohëve të sotme, apo jo, ne gjithë e dimë që një tring i telefonit thjesht na bën ta humbasim çfarë jemi duke bërë dhe thjesht të shikojmë telefonin, çfarë ishte, mesazh, lajm, çfarë do qoftë. Edhe thjesht është një lloj shpërqendrimi, sadosh ne nuk e kuptojmë. Dhe shumë prej nesh ndoshta ngrihen në mëngjes e gjën e parë që bëjnë, marrin telefonin, apo gjën e fundit që bëjnë para se të flenë, janë me telefon. Sidomos për brezin e ri, pra që të fëmijëve që janë mësuar që të vegjël me telefon, sidomos për ata është bërë vërtet shumë si një tip vesi dhe zakoni, por është e më e vështirë që të shkëputen dhe të kalojnë pak kohë në natyrë. Të them të drejtën, tani që po e mendojmë, në fëmijërinë time, shpesh na kritikoni sepse luanim dhe ndoshta mund të dëgjoheshim pak më shumë, mund të bërtisnim pak ose mund si fëmijë, të gjithë ndoshta e kemi dëgjuar këto, por kohëve të sotme mua më ka marrë malli sinqerisht që të dëgjoj këta fëmijë të luajnë. Mund të ketë në disa vende, nuk po them që janë zhdukur plotësisht, por shumica e fëmijëve rinë në telefon, rinë në shtëpi, ose edhe kur dalin rinë në telefon. Dhe më mungon shumë kjo pjesa që luajnë, për shembull luanim dikur me top, apo thjesht që ishim kaq të entuziazmuar dhe të lumtur, dhe që dëgjoje fëmijë deri vonë dhe krijonin këtë ndjesinë që erdhi pranvera, ka lëvizje, ka entuziazëm, ka rini. Dhe kjo vërtet ju ambush shpirtin me dashuri, me shpresë, me lumturi, me paqe, me entuziazëm, sepse kaq të lumtur janë këta fëmijë, saqë e shpërndajnë të gjithë këtë lloj entuziazmi dhe gazëllimi dhe lumturie të gjithë njerëzit përreth tyre. Prandaj lumturia, dashuria janë emocione kaq të bukura që jo vetëm janë të mira për ju, por edhe për njerëzit përreth jush. Sepse e keni vënë ndonjëherë kur janë disa persona që janë shumë në paqe, shumë të lumtur, dhe pranë tyre edhe ju e ndjeni këtë. Dhe ju nuk doni të largoheni nga ky person, sepse thoni, nuk e di, më bën të ndihem shumë mirë ky person, nuk e di se çfarë ka, nuk e di se ndoshta nuk është se ka të bëjë me ato që thot apo me ato që bën, thjesht prezenca e këtij personi. Prandaj, nëse keni persona të tillë, çmojini si thesarin më të çmuar. Si një kristal i cili nuk ka nevojë të flasë, nuk ka nevojë që të bëjë vepra të mëdha. Kristali thjesht ndron diku, por është miku juaj dhe prezenca e tij ju aktivizon, ju shëron, ju qetëson e të tjerë. Le të vazhdojmë se ndjes për shkëputjen, por thjesht më vijnë mesazhe dhe nuk dua që t'i humbas. Mund të blini një penel të trash dhe pak boj dhe skiconi një rreth Enzo në një pergament të bardhë. Dhe këtë ju mund ta varni në dhomë afër yastëkëve. E çuditshme që intuitivisht këtë kam bërë dhe unë. Domethënë, nuk është se e kam bërë në këtë moment. Ideja më erdhi, por më desh kohë që unë të merrja mjete, të merrja bojra, të merrja kanavacën në mbullake, pra nuk është se e bëra direkt. Por pas kam bërë të njëjtën gjë që e pas kam lexuar dhe më pas kam ngelur në vetdije. Prandaj ndonjëherë kur lexojm libra, nuk është se thënë ti mbaj mend. Unë për shembull nuk i mbaj mend eksaktësisht ndoshta se çfarë mund të kem lexuar tek X libër, apo ndoshta nuk e mbaj mend as të libër, nuk e mbaja mend shumë mirë se kur e kisha lexuar. Por ideja është edhe nëse se mbani mend, një njohuri që ju nevojitet, ju shfaqet në kohën dhe momentin e duhur. Dhe ju shfaqet eksaktësisht fjala, shpreha, ndoshta se mbani mend librin, se mbani mend autorin, por shpreha është
e koduar brenda jush, në nënvetdijen tuaj. Njësoj si mendimet që janë mënyra se si ne manifestojmë realitetin, sepse ato luajnë në background dhe kështu ne projektojmë realitetin që ne po e shkruajmë vetë skriptin. E njëjta gjë ndodh edhe me librin, që ne këto kode janë të integruara në qenien tonë, në qenësinë tonë. Dhe kjo njohuri, mos mendoni që e harruat, është gjithnjë aty për ju dhe në kohën dhe momentin e duhur, ju do dini çfarë të bëni, do të flas për ju në zërin e intuitës së brendshmi. Mësimi më i rëndësishëm që zbrastia mund na mësoj është që nuk kemi nevojë për asgjë për të qenë të lumtur. Përveç se pak ushqim, ujë apo çaj, gjumë dhe ajrin që ne thithim. Kjo në fakt na lidh vërtet me një mesazh shumë të bukur të mirënjohjes. Këtu dhe tani, të jemi mirënjohës edhe për gjërat më të vogla që kemi, siç është ajri që ne thithim, që ne e marrim të mirëqen, por pa të ne nuk do të jetonim. Siç është kjo natyrë kaq e bukur dhe bimët, pa oksigjenin e tyre ne zot mund të merrnim dot frym. Ndoshta uji dhe dritat që na bajnë të pastër, që na mundsojnë që ne të kryejmë aktivitetin tonë gjatë ditës, apo elektriciteti, apo interneti, e shumë të tjera që mund të shkojë pra nga një gjë, dalin shumë gjëra dhe ju do thoni sa shumë gjëra pas kanë për qenë mirënjohës, saqë jo që s'po më del një flet, po më duhen edhe 10 të tjera për të shkruar se pse jam kaq shumë mirënjohës apo mirënjohëse. Dhe jam e bindur që secili prej jush ka të paktën 3 gjëra për të qenë mirënjohës, të paktën. Jam shumë e bindur për këtë. Sepse ne I tham 3 deri më tani. Kështu që jam e bindur që ka edhe shumë të tjera. Dhe ndoshta mesazhi për ju është të kur keni qenë mirënjohës për herë të fundit. Ndoshta të uleni dhe të shikoni se si mund të jeni mirënjohës, për çfarë mund të jeni mirënjohës. Ndoshta çdo ditë të mendoni kur ngriheni, gjën e parë, jo të merrni telefonin, por 3 gjëra pse jam mirënjohës apo mirënjohëse sot. Që u ngrita në mëngjes, që po marr frym, që kam këtë gjën e bukur për të bërë, që po jetoj, e shumë të tjera, që shikoj, që mund të eci, kam gjymtyrët në rregull, për të gjithë që I keni. Por dhe për gjithë që nuk I keni, ka shumë gjëra që mund të jeni mirënjohës. Nuk ka rëndësi se çfarë ka ndodhur apo se me çfarë jeta ju ka servirur. Është një shprehje e bukur, kur jeta ju ofron limona, ju mund të bëni limonad me to. Pra çfarëdo, nuk e mbaj mend se kush e ka thënë ndjes, sepse kam dhe këtë gjë që unë I mbaj mend shprehje, po nuk mbaj mend emrin, titullin e autorin. Është thjesht çështje se si funksionon trurim. Kështu mendoj. Pra nuk ka rëndësi se çfarë ju ofron jeta. Ju mund të bëni më të mirën e tyre. Sepse mund të jetë dikush që ka më të mirat e botës, por I hedh në kosh, nuk I vlerëson, I shtyn tutje. Dhe mund të jetë dikush që ka vetëm 3 gjëra ndoshta ose nuk I ka të gjithë të mirat, por me këto që ka, I shes si thesaret më të çmuara dhe krijon një thesar tjetër me to. Ky ndoshta ishte një mesazh për ju, shpresoj që vërtet ju ke ndihmuar. Ka edhe shumë për të folur dhe vërtet mua po mbin dhe shumë mesazhe të tjera ndërkohë. Por dua t'ju lë thjesht kaq këtë video që ju të meditoni dhe të mendoni dhe të shikoni se si mund të ndërthuret ky mesazh në jetën tuaj, si mund të veproni për të qenë më mirënjohës, ndoshta ta pikturoni dhe ju enzon rrethin, që në fakt na lidhne me ciklet, sepse rrethi zakonisht tregon ciklet. Na lidhne me ciklin ciklet e jetës, ciklet e natyrës, që ne e përmendëm natyrën dhe më parë, dhe na lidhne me faktin e fillimit të jetës dhe përfundimit të jetës. Dhe që në fund ne të gjithë do të jemi përsëri një, pra një është me universin, sepse pjesa bosh simbolizon universin dhe tregon atë boshllikun që në fakt sa më si të thuash, është edhe një shprehje e bukur që po më vjen tani. Kur ju e kuptoni që asgjë nuk mungon, gjithçka ju përket. Sepse në të tashmen e pafundme ne kemi gjithçka në nevojitet. Ne jemi në mirëqenie të plotë. Kjo është esenca jonë dhe kjo është esenca jonë e përjetshme dhe është e drejta jonë që ta ndjejmë këtë. Dhe kjo na lidh me faktin që a e pranojmë këtë apo jo është tjetër gjë pastaj. Dhe a e zgjedhim ne si të vërtetën tonë është tjetër gjë dhe si besimin tonë. Por ky simbol na lidh me këtë fakt që ne jemi në mirëqenie të plotë. Ne s'kemi nevojë për shumë për të qenë në mirëqenie të plotë. Kështu siç jemi këtu dhe tani me këto që ne kemi,
ne jemi në mirëqenie të plot, edhe thjesht pa patur asgjë, pra boshësia apo ajo që ne lexuam që të jeni në një dhomë bosh, tregon që ju vetë si person jeni të vlefshëm. Dhe fakti që merrni frym është një bekim. Është shumë të tjera si këto, dhe mund të ketë edhe kuptimin që ju mund t'i jepni vetë. Pra, nëse ju e bëni si simbol, mund ta vendosni diku dhe ta shikoni gjithnjë që t'ju kujtoj në lidhje me këtë mesazh në jetën tuaj. Shumë faleminderit. Shpresoj të keni ndihmuar dikë për jush. Do t'ja shumë që të dija mendimin e opinionin tuaj, kurdo që kjo video t'ju ketë gjetur. Dhe shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.